Shoqata e restoranteve dhe bujtinave shqiptare zhvilloi një mbledhje të zgjeruar të Këshillit Drejtues në një aktivitet ku u ndërthurën diskutimet për zhvillimin e sektorit të turizmit, hotelerisë dhe gastronomisë shqiptare, ku u prezantuan edhe dy anëtarë të rinj që ju bashkuan Këshillit Drejtues. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të zhvilluar një takim pune, por edhe për të forcuar frymin e bashkëpunimit dhe miqësisë që ka shoqëruar gjithmonë shoqatën tonë. Diskutimit ju bashkuan ish presidenti i Republikës Bamir Topi, si edhe prefekti i Qarkut Tiranë Shkëlqim Hajdari dhe personalitetet të jetës publike, medias dhe biznesit. Uroj gjithë anëtarët e Këshillit Drejtues të shoqatës së bujtinave dhe restoranteve Shqipërisë për punën e madhe të jashtëzakonshme që bëjnë. Të pranishmit vlerësuan rolin që shoqata e restoranteve dhe bujtinave shqiptare ka në promovimin e turizmit shqiptar. Ty shumë gjona të lidhin me përveç aktivitetit të lidhin me Tiranën. Është interesant lideri, mënyra që udhëheq kujtimi i shoqatës. Urojmë dhe shpresojmë që bashkëpunimi mes ODës dhe shoqatës juaj të vazhdojë në vazhdimsi dhe të jetë në kuptimin sa më produktiv. Në ceremoni që përkui me ditëlindjen e Kujtim Dervishit, u bë e ditur se atij ju dha edhe titulli ambasador i paqes, por edhe këshilltar për kulturën, biznesin e turizëm i prefektit të Tiranës. Dhënia e pozicionit nuk e menuar dy herë, ku ke qenë i bindur se më mirë se ju, nuk do të më këshillonte asnjëri tjetër.